Mirë, mbi urimin e ambasadës amerikane, mbi reagimet që ka pasur në Partinë Demokratike, por jo vetëm, me kënaqësi do të bashkëbisedoj në studio me zotin Edvin Kulluri, faleminderit që erdhe, kënaqësi, dhe Ardit Hoxhën. Ardit. Përshëndetje, mirë se t'gjeli. Do edhe nisnim bashkë. Mund na përmbledhësh edhe një herë reagimin e zotit Berisha kur u pyet për urimin e ambasadës amerikane? Duke qenë se reagimi i ambasadës amerikane ka dy element, paktën ashtu siç unë e shoh. Së pari është pak më vonë se sa urimet tradicionale apo reagimet tradicionale që ambasada amerikane ka bërë në zgjedhjet shqiptare, të paktën nga 2013 më pas, ku reagimet bëhen përmes rrjeteve sociale, pasi më herët kanë qenë përmes, po themi, komunikimeve, ndoshta mesazheve apo komunikimeve jo përmes rrjeteve sociale. Dhe elementi dytë, mos përmendja e fituesit apo e humbësit në atë mesazh, për dallim nga reagimi i mesazh në 2021, ku po t'i rikthehemi pak, ka qenë një mesazh që fillonte: dëshirojmë të urojmë për rezultatin dhe fitoren kryeministin Rama dhe Partinë Socialiste, dhe gjithashtu të përgëzojmë Lulzim Bashën për fushatën konkurruese që zhvilloi për zgjedhjet 25 prill. Pra ka një lloj dallimi në këto dy pika, në këto dy element të reagimit dhe të qëndrimit të ambasadës amerikane në raport me zgjedhjet. Dhe duke mbështetur në këto dy kolona, zoti Berisha bëri atë koment, të cilin ai, po themi, e merr si një vijim të mbështetjes së ambasadës amerikane dhe Departamentit Amerikan të Shtetit, administratës së Shteteve të Bashkuara për Shqipërinë dhe popullin shqiptar, por jo domosdoshmërisht edhe për maxhorancën socialiste. Këtu pastaj ka diskutime, ne mund të hamencojmë dhe mund ta shohim nga 100 kënde të ndryshme ato dy fjali që ka publikuar ditën e dieshme ambasada amerikane. Për mua ishte i pritshëm ai lloj komenti që bëri sot zoti Berisha, për disa arsye. Arsyeja e parë është që e gjithë, po themi, propaganda, e gjithë vëmendja e Partisë Demokratike në këto 6 muaj të fundit ka pasur një fokus të vetëm, të përmirësonte dhe t'i bënte urat e komunikimit me Departamentin Amerikan të Shtetit sa më të forta të mundshme, sidomos mbas fitores së Donald Trumpit, u krijua ndoshta edhe një ide se non grata mund të zhbëhej, se komunikimet e Partisë Demokratike tashmë do të ishin më ndryshe nga ato se çfarë ishin përpara. Pastaj kemi elementin tjetër të bashkëpunimi me Chris Lasivita për fushatën, dhe bëhet fjalë për një njeri që ka qenë shumë pranë presidentit Trump në fushatën e zgjedhjeve të fundit. Dhe së treti, kontrata e lobimit që u bë sërish me një kompani, e cila zotrohet nga personazhe dhe njerëz shumë pranë sekretarit Rubio, por edhe njerëzve, po themi, bashkëpunëtorëve më të ngushtë të presidentit Trump. Mbi bazën e këtyre, po themi, të gjithë këtyre elementeve, zoti Berisha, po më së tepërmi edhe zyrtarë tjerë të Partisë Demokratike, kishin krijuar një lloj premise se për dallim nga liderët e tjerë europianë që e dhanë një mbështetje a priori dhe shumë të shpejtë dhe të ngrohtë për zotin Rama për fitoren e zgjedhjeve të 11 majit, nga Amerika ndoshta do të vinte një sinjal pak më i ftohtë dhe një lloj distancimi me maxhorancën socialiste. Dhe me atë që pamë në djenë mesazh, mund ta pretendojnë dhe mund të luajnë me këtë lloj mesazhi, por unë gjithsesi vjojti mbetem ide se Amerika është Amerikë dhe në fund të ditës, si administrata Biden, si administrata Trump e para, si administrata Trump e dyta, do të ulen dhe do të diskutojnë gjithmonë me qeverinë dhe me ato që bën ligjin brenda një vendi. Sigurisht do mundohen të kenë marrëdhënie me opozitën kur ajo është konstruktive, pro-amerikane dhe pro-politikave të tyre, por në fund ditës do kenë interesin maxhorancën me qeverinë, me atë që ka zgjedhur populli. Po fakti që nuk është përmendur as kryeministri Rama ha shumë debate dhe ngrë pikpyetje, apo jo, Kulluri? Kanë dashur që t'jenë të pa-anshëm, apo e kanë keq, le themi, në thojza, edhe me Berishën edhe me Ramën? Pra, nuk i shikojnë si lider pozitiv edhe të duhurit për popullin shqiptar. Ju të dy i ezaruat opsionet. Jo, Arditi bërë një përmbledhje të qëndrimit Berishës, tani unë dua një analizë. Nëse do binte Kulluri dakord me mua, duhet ta bëjmë lajm të fundit. Në sheja parë që në dini, vërtej shakas Arditi bërë një analizë shumë të mirë. Shiko, po të bësh analizën e tekstit 2021-2017, djeshme, është e qartë ftohtësia, ose qëndrimi i akut i ambasadës së Bashkuara, që është Departamenti i Shtetit. Pra, po pse? Pse? Sepse është ajo që theti në fund që nuk duan asnjërin.
domethënë të dy palët këtu. Nuk duan asnjëri. Jo, kjo është e qartë, sepse nuk mund të duash një qeveri që bën nga këto gjëra për 12 vitesh në këtë vend, mos filloj dhe një listën, dhe nuk mund duash një opozit ku lideri i saj është non grata nga Departamenti Amerikan i Shtetit, jo nga Blinkeni apo Rubio. E kam thënë në këtë studio shumë herë, nuk shpallesh non grata pa arsye të forta të nivelit strategjik dhe të sigurisë. Shpalla non grata është lidhur me çështjet e sigurisë kombëtare, të Shtetit Bashkuara dhe çështjet e sigurisë ndërkombëtare, ku për ta Berisha është problem në Ballkan dhe në Shqipëri. Pikë. Shteti Amerikan nuk është një lodër, apo kioska e Blinkenit, apo e Rubios, apo e kujto tjetër. Mos harrojmë gjë, qëndrimet e ashpra, Departamenti i Shtetit ka mbajtur edhe në kohën e parë kur ishte Trumpi, por ju e dini shumë mirë, edhe marrëveshjen e 6 qershorit, për cilën ata nuk ndërhyjnë për të koalicionet, edhe qëndrimet e ashpra në 2017 në bazë degës mandateve ndaj Partisë Demokratike. E njëjta administratë Trump e ka goditur PD-n për aktet e saj të papërgjeshme edhe në e parë. Kulluri, kjo është e qartë. Dhe nuk ka jo 6 milion. Po 6 miliard dollar të shpenzoi Sali Berisha. 6 miliard edhe? Edhe mund t'i ketë, po edhe sigur 60 miliard t'japi. Ta harroj që do ishte non grata, sepse ai vendim është marrë i pjekur, është marrë në bashkëpunim nga të gjitha agjencitë dhe nga të gjithë institucionet që janë përgjegjëse për politikën e jashtme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është punë e mbaruar. E kuptova. Tani, i ka njohur ambasada amerikane në Shtetet Bashkuara të Amerikës të zgjedhje apo jo? Se me këtë luajti zoti Berisha ditën e sotme. Berisha mund të luajë me çfarë dojë sepse i nje apo nuk i nje, duke uruar shqiptarët. Unë do të mbaj qëllimin tim, nuk më intereson me çfarë luan Berisha, se Berisha ka luajtur në shumë gjëra në këtë vend dhe prandaj jemi një nga arsyet pse jemi këtu. Jo, ta kanë fjalën mund të jetë edhe vërtet ajo që kupton zoti Berisha. Po mund të jetë vërtet sipas Berisha, sipas meje. Qëndrimi i akut, po them njëherë, i Departamentit Shtetit, duke mos cituar fare as qeverinë as opozitën. E kuptova këtë. Është shpreh frustracion të SBA-ve me zgjedhjet që janë bërë këtë vit. Nuk ka si të njohë një pas zgjedhje kur grupe kriminale kanë prodhuar paktën publikisht 4 deputet, 2 këtej, 2 andej. A 3 andej biles e 1 këtej. Pra je në një mendje me Berishën. Jo, jam i mendje edhe me ata të jetë kur i thon Berisha se ke futur njerëz publikisht të njohur të mbështetur nga grupe kriminale. Të komplimentosh popullin, se kuptoj. Po sepse ata po ja, nuk është e parë që thon. Ata misinë e kanë me popullin shqiptar dhe kanë me Shqipërinë. Kurse për këta Dakor, që janë në pushtet dhe në opozitë, po konkreta mbaroj se unë e kuptoj pyetjet. Pyetjet e kuptoj, ti je i sigurt. Unë jam i detyruar dal aty ku dua. Mirë, nëse do të them atë që do ti. Jo, ja atë që dua unë. Po më kthe përgjigje se dolëm te non grata, tani po flasim për arsyeja pse nuk duan atë, dhe arsyeja pse nuk duan të tjetrin, është që e kanë mbushur kupën prekosh. Nuk mund të jetë kryeministri i vendit antar të NATO-s. Në vendi kandidat BE-s njëri që bën bëm atë Edi Ramës. Nuk e kuptoj dot si mundet të marrësh 800.000 vota me gjysmë e qeverisë në burg. Kjo nuk do 850. 850 në asnjë vend demokratik. Dhe këtu kam përshtypjen që ka një zhgënjim dhe më të thellë se me klasën politike. Ka një zhgënjim shumë të thellë edhe nga shtesa mesme dhe po themi dhe një niveli caktuar në Shqipëri me shumicë të dërmuese shqiptarëve me këtë që bën me votën këtë herë. Sepse nuk është normale kjo që ka ndodhur. Jo, kjo është gjë shumë serioze. Po i dashur, sa herë është para. Përse nuk reagon SBA-ja? Sa është reagimin ata e kanë institucional dhe ti e di çfarë mbështesin ata. Ata mbështesin vetëm reformën drejtësi dhe mbështesin forcat e ramatosura, shërbimin informativ shtetror dhe marrëdhënien partneriteti që ne kemi në fushën e sigurisë. Duhet kuptojmë një gjë. Marrëdhëniet e SBA-s me Shqipërinë janë marrëdhënie të sigurisë ndërkombëtare. Ne nuk kemi marrëdhënie ekonomike SBA-t, kemi minimale se jemi një treg i vogël, një vend i vogël. Ama sa i përket mirë, edhe në politika ndërhyr. Kemi parë ambasadorin te Kobori PD-s. Po, patjetër. Si s'ka ndërhyr? Tha ardhje anglisht. Po pse s'paku çfarë bën? Pa dashje. Ka krijuar një efekt politik dhe do ta krijojë, do të vazhdojë ta krijojë. Po ta vini re një gjë. Çfarë bëj? Edhe 11 majit jo. Nuk e krijoi efektin politik. Normalisht, se 2 e shoh që 3 nuk do mi lështimoj, po 1 të paktën. Atëherë, ajo që po them, më i dashur i di është kjo. 2 ditë mbasi mbaruan zgjedhjet, Ulsi Maja bëri debat caktuar me Altin Domajin apo. Debat që kishte nisur që para zgjedhjeve. Për të kufizuar fuqinë e SPAK-ut, ta themi troç. Jo për ta shkrirë si shtosh ky tjetri, për ta kufizuar, pra për ta që është më keq. Që është më keq akoma, sepse është dhe më fars. Se Berisha është më i ndershëm kur thotë nuk dua sundim ligjin në Shqipëri. Dua sundimin tim dhe të Edi Ramës. Ky tjetri thotë, do sundoj unë, po përmes SPAK-ut. Një SPAK-ut të dobësuar. Kush e qëndrimi këtyre në janar? Mbani mend që gjithë trumbetatorët e Edi Ramës dolën thanë që iku Amerika tani nga SPAK-u. Nuk do financohet, ma erdhën 8 prokurorët e jetuese të tjerë. Berisha gëzonte më shumë se ky tjetri. Pse? Sepse këta të njëjtin problem kanë. Ajo që i ka bërë bashkë ato dy është abuzimi në pushtetin një, në interese përbashkëta. Unë do të marr vetëm një fakt. Po të shikosh dosjen e Veliajt dhe dosjen e Maltezit dhe të Ilir Metës, do kuptosh që të njëjtët biznesmen pastrojnë parat e Metës, Berishës dhe Elo Veliajt. I kemë emra.
i ke publik. Dhe vazhdojnë po këta njerëz që pastrojnë para për këtë njëshin e opozitës, ma e lendërtimi këtu, atje, kush jep të lendërtimi? Se këreti ka marrë për vete, nuk të dhëtë më Rama që lehet X-it, ja japi këta që hanë darët dhe mija. Jep ky, sa as lendërtimi së ka lënë kryetar bashkiri, për asgjë. Këta janë bashkë. Ti kupton se kemi kuptuar nëse kuptuar Amerikanë që këta janë bashkë dhe bëj pazare për të vënd, dhe me pushtetën e opozitën. Kështu e shpjegon statusin. Që se ti di, shtetin Amerikanë, një shtet naiv, të kryesore nga ca njerëz që s'kuptojnë asgjë nga kjo botë, s'kan informacion, unë jam dakord me ty. Që se ti beson që fuqia më e madhe në botë është shumë informuar se ne ç'a ndodh të vend dhe nuk mund të miratoj këtë që ka ndodhur, si mund të jetë partneri NATO-s, po them një qeveri ku të paktën 3 deputet kanë dalë nga grupe kriminale që i gjëmon DEA, DIA, Policia Italiane, CIA, FBI-a, këtu po bëhet nami. Vetëm 3 apo vetëm 3 në Vlorë? 3 që janë bërë publik këtore, një, po them Elbasan, Durrës se kush e tjetër. Thashë se po flisë vetëm për Vlorën. Vlorë, se dis. Jo, po të pysja. Në Vlorë nuk funksionon kjo puna e krimit, se në Vlorë gjithë trima, nuk i bëhet presion njëri. Në Vlorë nuk do që ta dish, nuk kanë ndikim në kriminale. Nuk ka të fort në Vlorë. Jo, ka të fort, po janë gjithë fort. Vlora ka të specifik që nuk bëndon si gango në Vlorë. Që të jemi qartë. Ndikim në botë më të ketë, Jo, qartë. Me qenë se bërë fushatën atje dhe të pyta që ndikimi ka pasur bota e erët, po themi. Nuk besoj, nuk ka pasur ndikim. Ka qenë votë politike e gabuar plotësisht për mua. Si u votua shumë keq, dhe ka marrë rastin e Tragjasit, që është më simbolik më të gjithë, që janë njerëz të afërt tanë, dhe jemi ngjitur si fshatra, që u merr ujë, nuk futi dru edhe japi 8% vota. Ma thuajti mua tani. Kanë drejtë që ka qenë si ky rasti i sotëm në Tiranë që dilte pranonte ti shëmbej shtëpie vetëm në qoftë se i thoshte kryeministri Rama. S'ka problem, edhe nuk do as lek. Vetëm ti i lumtur, vetëm ti buzëqesh udhëheqit. Dhe si dilte garanci kryeministri Rama. Jo, jep garanci, po ta prish Rama i pëlqenur. E mamë ngërdecin tash ta themi sot. O vlla, ju vran fëmia, ju vran vlla, ju vran motra, morën vilën dhe e bën tregtim atë punë. Një pjesë e njerëzve, një pjesë shumë e madhe, çatë këtu në këtë vend. Ilir, Shqipëria sot. Jo, shumë kollajtja vën fajin popullit. Jo. Unë s'po vë fajin popull, po bëj konstatim. Nëse ti mendon. Konstatime e kemi parë, po. Tani. Ka një arsye njerëzit pse sillen kështu apo ashtu. Ka një arsye që janë 700.000, një sekondë të them. Hajde të merremi me sistemin. Ja ta them. Me mënyrën se si funksionojnë gjërat. Unë po përjashtoj elitat nga përgjithësia, se këto elita nga ky popull dalin. Por shpreha që çdo popull ka qeveri që meriton, nuk ka dalë për ne. Se nuk ndodh në Amerikë apo në Austri apo po më ti mund të bësh debat sa dush, unë po të jap fakte ti më thua debat. Çfarë është debat? I merr ujin, i futi dru, voto 8%, ti thua debat. Ç'të debati do më thotë? I thua tjetër do të heq grua nga puna, edhe shko bëj 5 vota në Itali dhe ti më thua që është një ditosku që bën këtë, kanë qenë me mira që kanë bërë. Ma kanë thënë mua në tavolinë, kemi kushurit, kemi një tonë, ke shumë drejtë valla për gjithë ato, por kam grup mësues se ç'të bëj i parë. Pra, një popull që ka të ndisë të buka gojës dhe 500.000 tjerë që duan të marrin këtyre bukën nga dora të hapër vete, është një popull që 1.300.000 votojnë për i kocë. Janë 200.000 tjerë që duan të ndryshoj sistemi, që janë pak, nuk janë dalin dot. I dashur, kam 8 vjetë që bëj debate brenda djathtës për një të djathtë të shëndetshme. Kam qenë dhe i vetëm shpeshherë edhe me miq në krah. Ku jemi? Njerëz që votuan më pak ishim ne që thanë të vërtetat. Janë votuar më shumë se ne, njerëz që bërtisin kod Facebook e TikTok. Që s'ka marrë si përgjithësinë e tyre, s'ka bua si betejnë e tyre, kanë bërë marketing dhe kanë marrë vota. Shumë ta marrë marketingu tash edhe shkoi të rrezon Ramën që bëri 83 mandate. Ne që folëm të vërtetën në atë vendi, ne dorëm ja shlojë. Fajin e kisha unë, dashej, mirë mua, po i më pse në lezi çfarë patëm. E ke pa çfarë shkruajnë ti e burrë, bravo, qoftë i psen, vetëm ti të vërtetën për sa i kulluri, ushita e luli, se Gjon Marziran sa duash në rrjetet sociale. Po i pseni, që ca vota. Tu ka i problem që nuk shkon me këtë vend domik. Çai ka për dashej ti vendi më. Po është tur për mos votosh dashejn, pak të 5 vota të janë. Jo tur për dashejn, tur për taj se votojnë. Edhe kë votojnë? Votojnë flamurin para dashit? A do bëjmë serios apo? Po le tani të mohabet Albana me këta tjerë. Ilir. Ardit. Që kanë shkatruar po tani kanë çuar të pikë. Çfarë votoi Sali Beshën? Ne kemi thënë 14 maj. Mori 5.000 vota? Nuk kisha vulën, e mori vulën. Pa 500.000 mori. Ta marrë vulën tash t'ia gjevën. Për tikur pak nga kjo që narrativa ose qasja që zoti Kulluri, për cilën mund të ketë edhe të drejtë ose mund të ketë edhe frustrimin e tij për shkak të fushat. Unë kam pranuar dështimin tim amik. Kam pranuar si burra ditë e parë. Unë dështova. Është e kuptueshme. Mbylla historinë time. Është e kuptueshme. Tani edhe flasim çfarë ndon të vë. Është e kuptueshme dhe krejt normale. Do të jesh më në politik. Me shumë gjasa jo. Nuk ja vlen apo. Nuk ja vlen përpjekjet. Kam 12 vjet që bëj përpjekjet. Për çfarë bëra? Që të shoh prapë Ramën që flet për Shqipëria 2013 me banda. Shkoli, të rikthemi pak tek qasja amerikanëve, sepse ka dy elementë. Është vërtet që neve folëm për postimin e ambasadës amerikane, urimin që bën për zgjedhjet, por përpara asaj
Ne kemi një tjetër postim që për mendimin tim është më i rëndësishëm se sa i thjeshtë. Është njoftimi që ose kërkesa, thirrja që i bën ambasada amerikane gjithë qytetarëve shqiptar që çfarëdo lloj veprimtarie që ata e dyshojnë se është kriminale, që ka të bëjë me pastrimin e parave apo me ndikimin e grupeve kriminale, trafikut të drogës apo dhe veprave të tjera të rënda, ta bëjnë drejt për drejt duke u lidhur me agjendat. Pse e bëjnë Ardit? S'ka besim tek institucionet tona. Nuk e them dot këtë gjë, por një lloj mesazhi është, sepse ne çfarë kemi parë? Ne kemi parë që deri në fund të 2024-s ambasada, institucioni që mbështeste më shumë SPAK-un dhe në tërësi institucionet e reja të drejtësisë, ishte pikërisht ambasada amerikane. Pasaj on blok Bashkimi Evropian edhe disa vende të tjera të cilat njëhen si mbështetësit kryesor. Fakti Ardi që s'kemi ambasador apo s'ka? Jo, nuk luajnë fare as pak, sepse domethënë ambasadori është vetëm zëri i ambasadës, por nuk është se politikën e ambasadës amerikane në Shqipëri e bën. Patjetër, po kam fjalën që ai që neve njohim si ambasador është thjesht politikën e ambasadës amerikane në Shqipëri nuk e bën ambasadori, po ambasadori është në kontakt të vazhdueshëm me klasën politike. Nuk bën politik ambasadori, bën departamentin e shtetit përmes qartë, atë thashë edhe unë, po ama një ambasador një klasën politike, një opozitën, një edhe majorancën. Është më në brendësi të situatave që ndodhin. Edhe drejtuesi aktual, i dërguari që është aktualisht nga Departamenti Amerikan i Shtetit në ambasadë, të garantoj që ka të njëjtën njohje, në mos edhe më shumë. Te mesazhet Ardit, te numri kontaktit. Është i rëndësishëm, dhe unë mua më lë të mendoj që ndoshta sot në ambasadën amerikane apo në Departamentin Amerikan të Shtetit, institucionet e reja të drejtësisë, ndoshta edhe SPAK, nuk ka të njëjtën nivel kredibiliteti që mund të ketë pasur deri para një viti apo deri para disa muajsh. Koha do e vërtetoj këtë gjë. Ne shpesh e njësojmë ambasadën amerikane SBA me SPAK. Koha do e vërtetoj këtë gjë, por unë nuk e shpjegoj dot ndryshe që për vepra që janë juridiksioni SPAK-ut, sepse organizatat kriminale, pra krimi organizuar, korrupsioni, trafiku i drogës, është pikërisht arsye sepse është ngritur SPAK-u, që e ka prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. SPAK-u nuk merret me vjedhjet e vogla, me rrëmbimet, me po themi krime deri diku ordinere. Këto janë juridiksioni prokurorive të prokurorive normale. Dhe ato krime për të cilat ambasada amerikane bënte thirrje që të denoncoheshin tek agjentët e DEA-s janë edhe detyrë SPAK-ut. Dhe ajo që unë ngres si pyetje DEA është gjithashtu në SPAK apo jo? Me suport? Jo, nuk është. Bashkëpunojnë. Po pra, por një thirrje normale ose ajo që neve kemi parë gjatë këtyre 4 viteve, 5 viteve të fundit, që kur është ngritur SPAK-u në 2019 në mos gaboj, që nisi nga puna, ne kemi parë që ambasada amerikane gjatë gjithë kohës ka qenë suportuesi kryesor dhe thirrjet dhe shtytësit, si ajo që neve pam para disa ditësh për të shkuar tek DEA i bënte shkoni tek SPAK-u, pra SPAK-u është po themi shpresa për drejtësi, SPAK-u gjatë gjithë kohës, ndërsa tani nga SPAK-u shkojnë tek DEA. Këtë që po të flas në përgjithësi personale, si ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Mbrojtjes, sa vite ka që jetohet Porti Sarandës, që është marrë një aset i sigurisë kombëtare, pjesë e planit për hapjes, me mendimin kundër të forcës detare, dhe është dënë për zhvillim 2 ndërtuese. Shkelje flagrante e hapur e ligjit e ministrit. Më shumë se 5 vjet në dienin time. Më shumë se 5 vjet. Çfarë bëjnë disa prokurorë brenda? Se kur flasim për SPAK-un, duhet flasim për gjithë SPAK-un. Po aty ka një pjesë prokurorë që nuk kanë punuar në asnjë rast. Pyetja është janë pakica apo janë shumica? Duhet absolutisht pati reagim të tillë. Nga SBA për SPAK do thotë që ka gjë që shkon. Nuk besoj se janë shumicë, por që edhe aty ka element që përflitet nga kolegët tanë gazetarë të kronikës që ka probleme dhe brenda SPAK, patjetër. Kjo është e qartë. Sikor, ky është një vend i vogël. Këtu po të rrim 4 orë në kafën e 3, do dalim kushurit 7 nga. Absolutisht po. Tash është ky fenomen në Shqipëri. A shpjegon dot të Kulluri mesazhin, ë? Kontaktin, mesazhi ka të bëjë me e dikush mesazhi nuk ka të bëjë mosbesimin e SPAK-ut. Mesazhi ka të bëjë me prioritetin e tyre. Prioriteti i tyre është pastrimi i Shqipërisë nga krimi dhe korrupsioni. Po pse se kërkojnë më këtë përmes SPAK-ut apo tani ndoshta këtu s'përmend qeveria fare, ë? Pra duhet të kemi këtë një. Kjo qeveri në fakt nuk kanë faj se në çdo aksion të madh të SPAK-ut të del gjysma policisë brenda, kupton? Se tu nuk dim kush është, dia të këngën ti, dola mora pushkën, dola malit, luftoja për atë, ku ta diom shkreti se armiku ishim ne. Këtu gjysma policisë punon për këtë, ty të kanë dalë Tiranë, paguaj shërbet të komisariateve.
me rrogë mujore. Qa besimi do kënë ata të kjo qeveri, të kjo detori policie? Më falë, atëre, i vetëmi ishull që ata kanë besime SPAK-u dhe BK-ja. A mund themi do të që dhe ta kanë punuar të gjithë njësoj? Nuk më duke se gjithë prokurorët kanë të njëjtin ritëm pune. Por, SPAK-u është investimi madh i tyre, nuk është as i Ramës, as i Berishës që votuar, është investimi amerikanë dhe Bashkimit Evropian, dhe nuk është rasti që mbas gjetëve, zoti Berisha, zoti Mete janë marrë pandehur dhe këtu do jemi, do shikosh si do vazhdoj reakcioni zinxhir tek PS-ja. Si do vazhdoj? Si që ka vazhduar gjithmonë, njësa janë godit 2 këte, kanë ngrënë 3 Po deri ku në rastin konkret? Po kjo s'është drejtësi. Desët pastruat fare. Jo, nuk ka ndash të vinë proces jetor, kam përshtypjen unë. Edhe SPAK-u vetë ka ruajtur protokoll. Pse? Se gjatë fushatës, mirë është mos bashkëpunojë. Po pse duhet më fal, zoti Kulluri? Pse duhet të interesoj, pse duhet të interesoj një prokurori që është vetëm zbatues i ligjit dhe nuk ka asnjë lloj lidhje me zgjedhjet kur shikon që Arditi ose Edvini janë duke kryer një krim. Arditi dhe Edvini janë dy kandidatë. E kanë kryer krimin si kandidat, si jo kandidat. Për mos i dhënë oksigjen. Dakor, për mos i dhënë oksigjen. Të gjithë justifikimet të Berishës dhe Ramës. Po as nuk duhet ta mendoj fare SPAK-u këtë gjë. Por se mendon ti tani, po ata njerëz janë burr. Sepse nëse mendon kështu është i biesh organizat politike. Jo, nuk është organizat politike, por ka ruajtur i protokoll mos të ryesë në zgjedhje. Pra, që do të thotë, që nëse ti do godisi eksponent lartë PS-s, do ditë Rama thoshe, ja e bëm në SPAK-un që të godasi vetëm PS-n, po sa ti Berisha që ka bërë gërdesin si janari. Se një kaset ka thaj. Sa që goditet ti nga PS-ja, ky del dhe flet për si janari dhe gërdesin. Në kohë njerëz që kanë vrarë si janar, ka shkuar ka bërë kreta bashkie. Ose kanë qenë pjesë, s'po të vrarë, s'ka vrarë një mbas. Deputet me updateria, deputet. Çfarë mund ti e kupton çka kanë bënë ata këtu apo? Me çfarë llumi ata? Ky tjetri del me 20 shpinë për Evropë dhe thotë unë jam burr i neshëm, duhet të vijmë të duart e pastra. Ky tjetër që është burr sot, le të fletaj, sa është më katran se këta. Ti e dali 2 milionë euro rroba të familjes, thotë unë jam burr i mirë, po mbaj padrejtisht, kanë gjithë të shmendur apo. Ore këta në lutë meqë, problemi që ta ka lutë meqë 2 milionë 300.000 tjerë, nuk është problemi se ka lutë meqë. Po në lutë meqën e tjerëve. Janë ata të shmendur apo është pjesa tjetër e shmendur? E ka thënë Freudi, nuk e dim qa mendojmë spital psikiatrik, mund dukemi ne aty e të shmendur dhe jo... Po pra, kjo është pyetja që ngrihet në këtë rast. Dakor pra, të pikemi harë të bëjmë humor, se me këto zgjedhje bëjmë humor mund bërë, se këto zgjedhje seriozisht nuk mund t'i marrësh. Mirë, dakor. Çfarë do ndodh nga tani edhe në vim me Partinë Demokratike? Neni Basha s'po praktikohet, betejë ligjore thot Berisha me denoncime, disa për cilat në fakt i ka pasur edhe efikase, sepse ka pasur operacionet SPAK në Peqin. Jo, po jam i vetmi njeri që pakti kam dhënë 2 mundësi Lulzim Bashës. Ja dash 2013 duke punuar me të, si kryetar partia, dash prapë para 2 vjetësh, edhe kur Arditi nuk ishte dakord. Dhe kam seruar arsye që bëra për arsye politike, se bëra për arsye personale, se unë kurrë nuk kam punuar për udhëheqjen, kam punuar për principet e mia dhe prandaj unë ndava edhe me një edhe me tjetër. Për të parë rrugën time. Do të jemi të qartë, çdo ditë më shumë, sa më shumë flet doktori për revolucionin që fillon shtator, ti e kupton që Luli ka qenë thjesht Pinoku që lëvizte ky. Ky është Xhepeto. Ti di kush është Xhepeto? Zotin Basha tani. Ti di kush është Xhepeto? Është ky, po ky më i bënte të gjitha. Ky i thoshte fillon luftën, fillon revolucionin. Po kanë afat deri në shtator. Nëse nuk e fitojnë betejën ligjore për masakrën zgjedhore, do të futen në parlament dhe do njohin automatikisht. Çfarë do bëjnë ta? Betejë ligjore. Betejë ligjore për deklaruar me fakte masakrën elektorale. Masakrën elektorale. Po. Ta lëm fare. Me Qesharaku po thonë, kjo është komedi. Po çfarë vazhdosh me jetë muhabet 12 vjet apo prapë një gjë do diskutojmë çdo 2 vjet. Humës 2017 fajin e kishte Kulluri Josefina këta. Në 2021 fajin e kishim ne. Tani morë vesh kush e dal, Ilir Osmani. Sot ka dalë që armiku më i madh që ka sabotuar opozitarizmin dhe popullin shqiptar është Ilir Osmani. Tash këtu do të flas normale apo do të flasim me kartel klinike para syve? Ta të lutë menç apo këto po ta them troçe, po ta them shqip. Janë të lutë menç. Por problemi është që kanë gjetë 500.000 klientë që i kanë qenë të blenë të produktin. Blenë çmendurin e këtyre. Dhe do vazhdojnë një histori, lufta fillon shtator, revolucioni marron tetor, pastaj fillon tjetri. O mik, kush ja u dha këtyre votimin me post? Ma thuaj pak. Me më debatet një vit të Komisionit Reformës Zgjedhore në Keleta Libe, që i thoshte jo votim me post, do abuzojnë. Bezar Thupin, i dhej Sefri ke pas tu. Mos e jepni zgjedh tavolinë Edi Ramës. Shkoni dhamar po. Ti mendon se po t'ishte bërë me në një formë tjetër? Votim në ambasadë më ndryshe. Po ndryshe do ishte? Po nuk do musheshin në jep zarfa ti, mush ti do qefi ty. Vote plagës, plagu gjyshes, hallës me kom. Çuj tas plagës 85 vjeç voton të PS-n. Po leta shefon bet, sot turp. Ja dhan këta marrë, ky ja dha të listat e mbyllura. Ky hoqi PD-s mundsinë që kandidatët garojnë një tjetër. Nuk kanë nisën Tiranë për një vend në listë hapur. Kurse PS-ja ka futet, pra çka kemi thënë ditën e parë?
Sa i binde mo, 37, se ku punojnë që me lullin, fillon, sa deputeti ishin në listë hapur në garën Tiranë? Në Tiranë? 37 kishte çdo subjekt. Po, heqë 12.025. 25 Jo, veta. 37, se 12 ishte tjetër. A, ishte vetë. 37 plus 12. 37 të PS-s luanin për sa vënd e luajtë në fund? Për 8 vënde. Mandate. Këta të PS-s, 37 luanin për një vënd. Me mente si e ka dekurajuar Sali Berisha, 20 vetë. Po mirë, nuk e vinin ata se do merrnin 13. Kurse në Fier, jo, do merrnin 25 ata. Janë nxirë flamurë. Objektivin e kishin 19. Ata 12 do kthehet tregu lidh demokracia, ta po meme, edhe nish janë meme. Dhe u pëlqen bëhen meme, dhe as nuk e vrasin mendin fare se janë meme. Me ta tallën gjithë njerëz normal të vend, ta vazhdoj prapë. Tash ky thot mua më kanë lënë amanet to shqipin. Juri nuk është edhe ai për qeshur, se po fjalën për opozitën e këtij vendi. Gjë më serioze që mund bësh të vënësh qeshësh. Ti kishe kryetar partie që punuan vetëm për të bërë meme. Punuan, e bën fushatën e tyre me qëllimin për të bërë meme. Unë po marr vetëm një rast. Dëgjova dje Partia Kryeministrit, tha mandati i katërt nuk është ta qeverisje. Është amanet. I kanë lënë amanet ti që gangsterat të mbushi parlamentin me deputet, kush e la, Mitat Frashi, Abdyli, Samiu, apo Naimi. Me këtë talët kjo. Por ka i problem. Ata 700.000 e kanë qef kër i talë. 850. Kjo i talë, kjo të jam rilindës të të kuptoni? 850, mos e harron. Kush e la amanetin senatorët, ama të keqin, kush, Naim Veqil Haxhi, apo e la Vaso Pasha, na atot ma, Jeronim Derada. Kush i la amaneti, rilindës e parë, ja la këtyre rilindës e dytë. Më thot kjo amaneti, kush e do me thejmë Ramës, bravo, këtë drejt. Amanetin po e qënë dhe Amaneta i tha për ta çuar Shqipërinë Bashkimin Evropian, jo për këto. Se ke keq kuptuar ti ndoshta. Kjo me këtë qeveri, kush e qoj, Lali apo Vili Beqa? I ka votat për atë bërë. Njëri nga ata, po të tjerë, që është kabinet. Po vor Shqipërinë po e fusim me zorën BE, se nuk duan ndikimi rustu. Se as tërvite që bëhet atje, po qa bëhet? Në biz, martaresh. Ti e di shumë mirë çfarë. Jo, shkiti debat. Nena duan se s'bën, se po shkiti Shqipëria, ta dish mirë në lindje, Ballkani ishte rrezikuar i gjithë. Tash po e them hapur trosh sot, se kam tani. Shqipëria do rrisë se s'bën perëndim për të mirën e këtij populli që nuk e kupton, dhe që mban këta të dy ca tjerë, dhe për të mirën e Evropës dhe perëndimit, sepse jemi në një moment gjeopolitik shumë delikat. Do më thua çfarë do ndodh me majorancën shtator edhe me opozitën? Mos kam bërë kur parashikime. Mua mos ma kërko të bëj. Jo, mandati 4 i Partisë Socialiste. Mandati 4 vjen për dallë opozita humbë sërish. Rrojnë gjë, vjen gjë. Ktu bëni proteste spaku, pastaj këtu spaku në kam bërë. Këto rrumpalla që ka qenë to 8 vjet e fundit. Çiku Shqipëria. Ato sugjerimet do shkojnë përpara, sugjerimet e zotit Manja. Çiku Shqipëria. E zotit Çiku Shqipëria. Na pasar si Jeronim Deradës, Edi Rama, u bë Baça Shashi, nën kujdesin e fermerit, Edi Rama, kjo qeveri nuk ka ç'a bën me këtë vendomik. Këtu do na marrin për inerci, do na fusin me zorën e Evropës, siç na futën me zorën NATO, edhe do vazhdoj kjo punë, kjo histori këto vite. Kjo është historia. Mos më pyet më për gjëra të tjera, se për këta të dy e ca të tjerë këtu nuk të jap më dot shumë disfatist. Nëse kam gënjur për një gjë, më thuaj, ku e kam gabim? Edhe hajde të debatojmë. Po jo, se nuk e kam domenin e të vërtetës apo të gabuarës, po. Ardit, e zërim se i dokumentoj gjitha këto abuzime me zgjedhjet e 11 majit. Si do të arrihet në qeveri teknike dhe zgjedhjet parakoshme sipas zotit Berisha, sipas Partisë Demokratike? Varianti që shpreh publikisht zoti Berisha, pavarësisht sa i besueshëm, i pabesueshëm, i arritshëm apo i arritshëm, është gjithmonë sipas një linje e denoncimit të plotë të gjitha shkeljeve apo problematikave që ka pasur zgjedhjet. Dhe përmes kësaj bindja apo krijimi një lloj ide, një lloj rrymë tek ndërkombëtarët për t'i demaskuar këto zgjedhje pra procesin e 11 majit, që pastaj të bëhet presion tek majoranca socialiste që së paku të pranoj që përpara zgjedhjeve të ardhshme, qoftë ato lokale apo të përgjithshme, të kemi një lloj qeverie tranzitore, një qeveri kujdestare, që në një farë mënyrë të garantoj apo të jap garanci opozitës se nuk do përsëriten ato lloj fenomenesh, ato lloj problemesh që neve pam 11 maj, që nga përdorimi i administratës, që nga intimidimi i votuesve me metoda nga më të ndryshme përmes patronazhistëve apo personazheve të botës së krimit, apo deri diku edhe tek përdorimi, jo deri diku, po plotësisht në disa raste, përdorimi i aseteve publike dhe administratës publike. Arrin të realizojë këtë tezë zoti Berisha? E ka mbështetjen e ndërkombëtarëve? Sa që realizoi Lulin 2021 në 2017, njësoj të realizoj dhe kë. Okej, ne mbyllim këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Vetëm pak minuta publicitet. Do të rikthehemi.